Në fshatin Omer Boshaj sot është zhvilluar një protestë nga banorët të vendas, të cilët kundërshtojnë planet për zgjerimin e deponisë ekzistuese. Ata shprehen të shqetësuar se një vendim i tillë do të përkeqësojë ndjeshëm kushtet e jetesës dhe të rrezikojë shëndetin e tyre. Banorët e fshatit Omer Boshaj janë mbledhur në qendër të fshatit për të ngritur zërin kundër zgjerimit të deponisë. Sipas tyre, ambienti tashmë është i ndotur nga mbetit ekzistuese, ndërsa një deponi edhe më e madhe do ta rëndonte situatën. Ata kërkojnë nga institucionet shtetërore dhe komunale të ndalin menehir punimet dhe të shqyrtojnë alternativat. Banorët paralajmërojnë se protestat do të vazhdojnë derisa zëri i tyre të dëgjohet dhe planet për zgjerimin e deponisë të ndalen. Ju falënderit që keni ardhur me na incizua me pa konkretisht se çka bëhet këtu në këtë vend pranë katonit të Omer Boshajve. Nuk ka filluar tash, po janë disa decenie që ka filluar ky problem këtu. Me të vërtetë është e papërshkrueshme çka bëhet, si bëhet. 10 komuna të Malit Zi vinë e qesin përdoqet këtu. I pat ju e incizuat vetë, se mos t'i përmendi se çka qesin. Do të thot mbeturinat prej kasapëve, prej çmosit e qesin aty pranë. I pat baktin që i kalojnë përmet tynet. Ajri është i papërshkrueshëm, posaçërisht në këtë kohë, kur vjen prej natja që i fryn ky jug. Nuk e di, nuk është problem vetëm për këtë katon, por është problem për ma gjanë. Na nuk lypim tjetër vetëm ta kem ajrin e pastër, ata lypim e kërkojmë. Këtu peshini vetë se çka bëhet. Do të thot, rëmohen ma përpara gropat, atëherë vinë e mushen me mbeturina të këtyne qytetet. Me të vërtet, kjo është e papërshkrueshme. Por a di si kem vojt na? I ndjeri babë më ka biseduat, diku atje ka kraja, kishin pasar një grua e cila pa burr, vetëm një fëmijë të vogël, edhe ja kishin pa marrë qiet. Edhe ai djali në fund nuk ka kallzuar katunit, valla kiet i morën, veç i ka sha nana fësi që i ka. Edhe në tjetër tash s'no ka met, vetëm me shas kontrollit, por e pa dobishme krejt kjo. Peshini ju vetë, vim çdo ditë në këto tubime të pavlefshme. Ata do të thotë presin tjetër vetëm sa me u largua makinët e policisë, edhe të gjithë janë të parkuam atje në kryet konikut, edhe do të thotë sikur me ju lanë shej ushtria, të gjithë nisen me njëherë edhe vinë e qesin kësajte. E pa përshkrueshme se s'di çka me thënë tjetër. E ju përsëri falënderës që vini me nej pa këto problemet tona, por nuk e di, kjo se komuna nuk e merr këtë gjë serioze, nuk e di çka ka mu ba. Në terenin e komunës Tuzit, ky farë problemit, nuk ka problem vetë i katun të Omer Boshaj, po këtu do të thot përshin, dinoshën me mileshe, me sa katun e tjera, pjesë Novosel, mos përmesim Vrella, Konik, një
hapësin tepër të madhe ky ajër i ndotur e përfshin. Kaq familjerës për jush, tjetër s'di që ka me thonë, por shumë familjerës. Përshëndetje për gjithë, nëllemi këtu të deponia. Para disa minutash veç sa kem hi në këtë pjesë ku do t'jetë zona e Gjelbër, mirë po kem hasën diçka tjetër. Kem hasën diçka që s'munet me besua se çka ka aty. Aty na erdhën edhe organet e Eranit, cilët na buan, edhe na thirrën policin, na thanë ju s'keni drejt t'jeni këtu, edhe duhet delni prej këtij. Na sigurisht si njerëz të kulturuar morë me ata që ka duhet me ba, e lësho me venin dhe kem ba disa fotografi dhe incizime aty. Sa i përket asaj, mundi të them vetëm se kjo pjesë këtu është pjesa ku komunalja e Podgoricës si ban hedhjen e mbeturinave pa ligj dhe pa rregull, aty ku duhet jetë përpërsërisht zona e Gjelbërt. Na duhet marrim edhe masa tjera, këto janë vetëm 4 orë që bajmë protesta, duhet t'i ngrisim edhe në 8 edhe në 12 edhe të ngrisim zanin edhe ma tepër, jo veç në komunën tonë, po nëse nuk merret diçka edhe në qeveri të Malit Zi. Siç mund ta shihni edhe vetë, ndodhemi një 800 metra larg deponisë, jashtë kufive të saj, aty ku do ishte zona e Gjelbër. Në fakt ndodhet grumbullimi i jashtësitjeve nga vetë deponia. Janë hapur disa gropa të cilat janë bërë ilegale, të cilat i patë edhe ju vetë më parë. Ndërsa ajo pjesë e cila do të ishte zona e Gjelbër tani është e grumbulluar me mbeturina. Jo vetëm se është e grumbulluar me mbeturina, mund ta shihni edhe vetë se zona nuk është e sanuar dhe kur farmbrojtjet përfund atyre mbeturinave të grumbulluar nuk është e vënë. Gjë që cenohet dhe rrezikohet helmimi i tokëve, po ashtu edhe ujit i ajrit. I bëjmë thirrje të gjithë popullit të Malësisë që në protestat të cilat i mbajmë për çdo ditë nga ora 16 deri në orën 20 në numër sa më të madh të na bashkangjiten, duke qenë se kërkesa jonë për 12 orë është refuzuar nga organet kompetente, në të cilat nuk do të ndalojmë derisa të radikalizojmë me kërkesa normalisht ligjore deri në 12 orë.